Mirëmbrëma, kjo është emisioni i dytë i logot të emisionit debatus në televizionin Tema. Në të gjitha ullumtimet e bëra në vitet e fundit, gjyqësori është konstatuar si një sistem jo efikas, jo i pavarur, indikuar nga politika dhe i përfshirë nga korrupsioni. Përveç tjera, gjyqësori është lënonash edhe nga vendimarrësit, duke mos krijuar hapësirë, kushte për punë, kuadra të reja dhe hapësirë për gjykata të reja. Mbase sundimi i ligjit është temë e përditshme në Kosovë dhe pikërisht fakti që misionet ndërkombëtare insistojnë në mbikëqyrje dhe kontroll të përhershme. Për diskutuar për këtë temë sonte kemi ftuar kryetarin e gjykatës komunale, Rifat Abdullahu, është bashkëkëmisioni i gjykatës ndoshta ndër më të rinj në Kosovë, në gjykatën komunale në Ferizaj, është Seb Bityçi, politikolog dhe Vigan Çorrolli, jurist. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Kryetar, na thuani çfarë i nevojitet sistemi i drejtësisë për të reformuar në Kosovë? Po para se të përgjigjesh në pyetjen që është parashtruar, unë do doja të tregoja shkurtimisht një histori prej vitit 2000, që ka filluar sistemi gjyqësor me funksionon në Kosovë, në të kuptimin e emergjencës, në kuptimin e një gjyqësori i cili do të vepronte vetëm për raste të urgjente, të shpejta, e pastaj do të vazhdojmë më tutje lidhur me nevojën e reformimit të sistemit gjyqësor, edhe për kushtet, edhe për legjislaturën që nevojitet, edhe për ndërmarrjen e masave nevojshme për ta reformuar sistemin. Siç e dini, jo në vitin 2000, përkatësisht ka fundi vitit 99, ka filluar të veproj, të punoj sistemi gjyqësor i Kosovës, janë emëruar disa gjyqtar. Unë emëruar një numër gjyqtarëve në muajin 12 të vitit 99. Në gjykatën tonë Ferizaj atëherë janë emëruar 8 gjyqtar bashkë me kryetarin. Edhe në atë kohë minja ka ardhur deri te fillimi i punës në gjykatë, rifillimi i punës së gjykatës me shumë probleme, me shumë sfida, me atë kohë me plot rrethona të rënduese, ngarkuese të rrezikut, me rrethona të çrregullimit dhe pronësore, banesore, pastaj me shumë sfida që kanë qenë të pranishme në atë kohë, dhe se pikërisht në atë kohë kur kemi qenë në mbikëqyrjen apo në menaxhimin e administratës së UNMIK-ut, pra atëherë deri në vitin 2005. Tërë atë kohë nuk ka patur Këshilli Gjyqësor të Kosovës, por kemi qenë në mbikëqyrjen e shtyllës së parë të UNMIK-ut, e cila ka menaxhuar dhe ka udhëhequr gjyqësorin e Kosovës. Departamenti i Drejtësisë edhe shkalla e parë edhe shtylla e parë e UNMIK-ut, e cila ka përfshirë edhe policinë edhe gjyqësinë. Gjatë asaj kohe janë paraqitur shumë probleme, ka pas mangësi të shumta, edhe mangësi, por edhe ka pasur numër shumë të vogël të gjyqtarëve që kanë vepruar, që kanë gjykuar raste. Për shembull, në rastin tonë kemi qenë 8 gjyqtarë të lejuar si vende pune, kanë qenë 8, por asnjëherë deri tani nuk kanë qenë 8, asnjëherë, sepse ka munguar gjithherë ndonjë gjyqtar, 1 apo 2, ashtu që kemi punuar në fakt 5, 6, më shumë të 7 me mua bashkë. Numri ky i cili ka qenë shumë i vogël në krahasim me numrin e lëndëve që vinte në gjykat, sipas viteve, arritja vjetore e lëndëve ishte shumë e madhe. Për shembull, vitin 2000 kemi patur vetëm lëndë penale të ardhura 800. Lëndë penale të ardhura në atë vit. Në atë vit, prafërsisht ne gjyqtarët, gjithë ne që ishmi 6 apo 7 atë vit, gati për çdo ditë kena shkuar në Bond Still për të intervistuar apo për të marrë pyetje të pandehurit e arrestuar nga ana e KFOR-it. Ashtu që pastaj më vonë 2001 filluan të vinë edhe lëndë civile në gjykat, filluan të aktivizohen lëndët civile të viteve para vitit 99 dhe kështu më rënë u grumbullu numri i madh i lëndëve edhe ato vitet e para. Pastaj në vazhdimsi filloi një evazion i madh i lëndëve, edhe penale, edhe civile, edhe jashtëkontestimore, edhe ekzekutive, ashtu që më nderu parashtruar nevoja e rritjes numrit gjyqtarëve. Unë edhe atëherë me kolegun profesional kena marrën vendime, qëndrime në kolegium për të kërkuar shtimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatën tonë për shkak të nevojës ngutshme. Megjithatë, prej atëherë
deri tani, asnjëherë nuk është rritur numri i gjyqtarëve, edhe përkundër faktit se numri i lëndëve edhe atëherë, edhe tani ka qenë i madh, edhe tani është i madh dhe janë grumbulluar prej viteve të kaluara, prej vitit 2000, shumë lëndë të pakryera, tani janë të pakryera shumë. Në fakt, lëndë penale janë të pakryera prej vitit 2004. E kënej. Dërse lëndë civile ka të pakryera edhe para vitit 2004, edhe ka të vitit 2001 të pakryera ende, sepse u grumbulluar shumë, ishin disa lëndë shumë të rënda, të komplikuara, me probleme ndërnjerëzore, me raportet këqija në mes palëve, edhe ashtu rëndë ishte edhe për t'i vendosur. Ajo kohë ishte shumë e rëndë edhe për shkak se ato probleme pronësore sillnin deri te konfliktet, edhe fizike, edhe kanosjet, edhe të plagosjet. Prandaj duhej ne të vepronim edhe në preventive në procedurë civile për të ndikuar që mos të ketë vrasje apo mos të ketë raporte të rënda, plagosjeve në mes palëve procedurale. Megjithatë, numri i vogël i gjyqtarëve ka ndikuar shumë që s'mundeshim me mri. Edhe tani s'mundem me mri. Edhe tani situatë e tillë është. Na thuani është diskutuar kështu në nivel qendror në vend për nevojën për të riparuar. Dëgjoni, unë qysh atëherë. Unë i kam afër 20 shkresa informacione mbi gjendjen kadrovike edhe mbi lëndët e grumbulluara. Kam kërkesa të shumta Këshillit Gjyqësor, Departamenti i Drejtësisë, ka qenë një departament për zhvillimin gjyqësor, ka qenë një zyrtare ndërkombëtare, edhe asajna, edhe gjithë strukturave, shtyllës patur mikut, edhe 2 kryeadministratorëve ku shkruan shkresa atëherë me kohë për të shtuar numrin e gjyqtarëve, edhe për të shqyrtuar punën e gjykatave. Dëgjoni, unë duhet të them se puna e gjykatave në atë kuptimin e plot menaxhimit nuk është shqyrtu, nuk ka vlerësuar veç e veç. A ka qenë nevojshme që puna të vlerësohet e gjyqtarit, e një gjykate, e gjitha gjykatave, edhe të dihet të bie një konkluz apo një vlerësim përgjithshëm, sa janë gjykate efikase, sa janë ato të afta me vepru, me apliku ligjin, edhe me ndërtu sistemin ligjor në Kosovë. Në vitin 2006, formohet Këshilli Gjyqësor i Kosovës, ndukët në fillon vitin 2006, atëherë kur ka lënë në një farë mënyre, një pjesë e kompetencave ka lënë te Këshilli Gjyqësor i Kosovës, edhe prej atëherë, deri tani, ai Këshilli Gjyqësor ka ekzistuar, prej aty ka qenë dy ndërkombëtar, tjetri ka qenë shqiptar, edhe ka qenë edhe një serb duket, në atë Këshill Gjyqësor, edhe se në vitin 2006 është pruar plani strategjik për gjyqësorin e Kosovës, i cili ka parapo prej vitit ka parapo 2007-2012, për 5 vite. Ka parapo detyrat për të reformuar apo për të përmirësuar gjendja në gjyqësorin e Kosovës. Ju e keni thënë fjalën tuaj në qendër, apo thënë më mirë çfarë parasheh reforma në drejtësi tash? Reforma në drejtësi parasheh përmirësimin e gjendjes. Në fakt. Cilat janë shtyllat kryesore ku do të intervenohet? Do të intervenohet paraprakisht të nxjerrët ligji mbi gjykatat. Pa ligj të gjykatave në atë kuptimin legjislativ do të rregullohet çështja e gjyqësisë, e gjyqësorit. Domethënë nuk kemi ligj për gjykatat. Ende nuk kemi, ai ligj tani është në procedurë, në diskutim, duket është në qeveri, ende s'ka shkuar në kuvend. Ai ligj shumë herë diskutuar, a ka qenë i nevojshëm që ai ligj të nxirret edhe më herët. Shumë më herët. Sigurisht që nxjerr më herët. Sigurisht se tani do të jeshim në një fazë më lëvizje, më të përparuar, më progresive për këtë gjyqësorin e Kosovës edhe natyrisht edhe për gjykatën tonë. Çka ju duhet përveç ligjit? Pastaj duhet programet. Transferit programet e veprimit. Pastaj duhet emërimet apo riemërimet e gjyqtarëve, pra atë do ta parashë ligji, ajo është para po edhe me plan strategjik, riemërimi i gjyqtarëve apo emërimi i gjyqtarëve. Emërimi i gjyqtarëve, riemërimi i gjyqtarëve do të konsistoj në nevojën e emërimeve të gjyqësorit sipas gjykatave që do të përcaktohen në struktura organizative të ligjit mbi gjykatë të rregullta. Për shembull, tani parashihet që në Kosovë është para po, tani s'mundem me thonë është definitive e çështje.
që është ende nuk janë definitive. Propozimet janë që në këtë gjykatën e Kosovës të ketë 7 gjykata themelore, 7 gjykata themelore, të cilët do të kenë kompetencat, të gjitha kompetencat, si të gjykatave penale, ashtu të gjykatave civile. Ashtu është tani një mendim më i fundit, dhe se gjitha gjykata tjera që kanë ekzistuar duhet të suprimohen ose të pushojnë, por me mundësi që të ketë deg të gjykatave themelore në vende ku ka nevojë për deg, edhe për atë deg do të vendosë Këshilli Gjyqësor. Ashtu është thënë tani në këto propozimet e fundit që janë. Faleminderit. Zoti Hyseni, jeni thash në fillim një ndër gjykatësit më të ri për nga mosha në Kosovë. Si arrini ju ta kryeni punën tuaj nëse flasim për kushtet e punës, për mënyrën se si veproni një gjykatës në një ditë? Po shpresoj se në këtë vetë nuk do të mbaj më këtë titull si gjyqtar më i ri, me që parashije që të filloj emrimi dhe riemrimi, dhe besoj që do të kyçet edhe një numër i kuadrave të reja do t'i bashkangjitet sistemit gjyqësor. Sa i përket punës së përditshme si gjyqtar, konsideroj se është një punë sfiduese, megjithatë me një përkushtim maksimal dhe me një bashkëpunim me gjithë kolegut cilët punojnë në gjykat, ne ja dalëm që të punojmë me sukses dhe njëkohësisht të kryem një numër afirmativ të landëve për vitet e para të karrierës. Ky tranzicioni cilin po e kalojmë, domethënë qasja për reformat drejtësi, a është ajo çka do t'ju lehtësojë juve punën apo është pjesë e zvarritjes brenda procesit? Po, si që potencoj dhe parafolsi, reformat në drejtësi ka disa vite që zvarritin, edhe pse janë paraport që të startohet me reformat disa vite më heret. Mirë po konsideroj se ky viti 2009 do t'jetë vit i fillimit të reformave të mirëfillta në sistemin gjyqësor. Sa i përket reformave, konsideroj se ato i vlerësoj se do t'jetë reforma në aspektin ligjor, si që është ligji mbi gjykatat e rregullta dhe ligji mbi prokurorit, i cili do të përcaktojë strukturën e re organizative të gjykatave dhe të prokurorive. Njëkohësisht do të ketë them edhe ndryshim kadrovik, pikpamjen e përtrirjes kadrovike të kuadrave të sistemit gjyqësor, me çdije se kryesisht është kuadri vjetruar në sistemin gjyqësor për rrethona të cilat janë notore, i dim, për shkak të gjatë viteve 90, kur është bën një suprimim i veçeverisë atëhershme të pushtetit kosovar, dhe ka një shkputje 10 vjeçare deri në vitin 1999. Pra në këtë kontekst do të ketë reforma jo vetëm në aspektin sasior, që do të shtohet numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve, por edhe reforma në atë kuptimin që do të kyçen edhe profesionistët e rinj. Gjithashtu reforma mendoj se duhet të mirët edhe me infrastrukturën e objekteve të gjykatës. Ne dim se gjykatat aktualisht nuk kanë hapësirë të mjaftueshme dhe kjo me një farë mënyre edhe bën të kufizuar qasin e publikut në për seancat gjyqësore. Ne dim se për gjykatën komunale Ferizaj ne kemi një sallë e cila është më e madhe, ndërsa të tjerat kryesisht janë zyre, ato do duhet të shërbenin si zyre, jo si sallat gjykimit. Pra, të tij ku mund ta shyrtoj lëndën, ku mund të tret palët e tij. Pra, në këtë kuptim, sikur të kishte hapësirë të mjaftueshme, do të ishte qasja e publikut shumë më e avancuar dhe në këtë kontekst transparenca e përgjithshme e punës gjyqësorit do të ishte shumë më nivel se ç'është tash. Kjo them kryesisht bëhet për shkak të hapësirës së limituar fizike që gjendet në gjykatë. Kjo ngërthen edhe probleme të natyrave tjera. Për shembull, edhe avokatët nuk kanë një zyrë në gjykatë, të cilën do të ishte shumë e natyrshme që të jetë një zyrë për avokatët, ku ata do të mund të këshillohen me klientët e tyre. Ne kemi situata kur avokatët ngushëllohen me klientët e tyre nëpër korridoret të gjykatave, çka nuk është një zgjidhje për ta dhe për krejt sistemin gjyqësor. Zoti Bytyqi, nëse e shohim nga aspekti politika vendimorse, nga ajo që diskutohet për çështjen e reformimit të sistemit, çfarë i mungon kësaj qasje reformuese apo çfarë i duhet në të vërtetë?
Nga aspekti i politikbërjes, mund të themi se